2 metra burr, rrin tër ditën jo bufi jo luli. S'ta ka fajin as bufi as luli që e ke gjysmën e qeverisë në burg por kërkoj llogari vetes. Alban, e para punës njëherë unë nuk rri tër ditën se po të shikosh edhe postimet këtu. E arrin kollaj konkluzionin që unë në fakt tër ditën me shumë çka tjetër. Por ama, nëse ty të bën përshtypje dhe prekesh, se në ato pak minuta që merren me bufin dhe me lulin, të hiqet vëmendja dhe nuk e di domethënë çfarë ide të krijohet ty, atëherë më vjen shumë keq. E para, e dyta, kjo e gjysmës qeverisë në burg është shumë qesharake. Unë nuk kam faktikisht në burg asnjë antar të qeverisë prej shumë kohë dhe në fakt po të shikosh të gjithë ata që janë marrë në hetim apo janë çuar përpara gjykimit nuk kanë qenë antar qeverie në atë kohë kur kanë ndodhur, kanë qenë shumë përpara. Tani unë kam 12 vjet këtu. Okej? Edhe në ndërkohë ajo që nuk do të harrosh as ti dhe as kush tjetër është që nëse juve flisni, ju erdhi dita, domethënë të flisni për drejtësi, për ministra, për kryetar bashkish, për personat lidhur me pushtetin politik, po edhe për ish president e ish kryeministra që janë ana tjetër e medaljes. Kjo nuk është një ditë që erdhi nga qielli, që të jemi shumë qartë Alban. Kjo është një ditë që e solli Partia Socialiste e Shqipërisë me mua në krye. Kjo ditë është shpreha e vullnetit ton absolut për të sjellë në Shqipëri ato që shqiptarët nuk e kanë pasur kurrë, barazin para ligjit. Asnjëherë nuk ka pasur Shqipëria dhe shqiptari barazi para ligjit. Kur. Nga 1912 deri para pak vitesh nuk është bërë përpjekje që barazia para ligjit të kaloj në nivelin që të gjithë ta dinë se nuk ka rëndësi si quhesh, nuk ka rëndësi nëse mbiemri yt është i njohur apo i panjohur, nuk ka rëndësi nëse je i pasur apo i varfër, nuk ka rëndësi nëse ke pushtet apo s'ke. Nëse të vjen dhe të troket tek dera drejtësia, ti je i barabartë me të tjerë. Okej?